pata një komunikim me Prokurorinë e Posaçme pikërisht për këtë hetim, ku e pyeta se cilat janë veprat penale që është regjistruar kjo çështje. Dhe ajo që më bën përshtypje është që përveç veprave të penale të krijimit të skemës mashtruese për tatimin të VSH-s, fshehje të ardhura, pastrim të produkteve kriminale, shpërdorim detyre, moskryeja e detyrave nga organet tatimore. Domethënë këtu, sipas Prokurisë së Posaçme, do të hetohen, po them edhe tatimet, ajo që ne kemi diskutuar gjatë gjithë këtyre ditëve, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë shtetëror, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Çfarë të thotë janë 7 ose 8 që numërohen? Domethënë, përveç grupi strukturuar kriminal, organizimi i dyshimi për Prokurinë e Posaçme është që organizimi i këtyre veprave penale shkon në një nivel tjetër, i cili është niveli më i lartë, po themi, organizimit të kriminal, është organizata kriminale. Kështu që dukshëm që ky hetim është marrë seriozisht nga Prokuria e Posaçme, në dijenin time hetimi po ndiqet nga prokurorja Anita Jella, e cila ka regjistruar këtë procedim penal, por jemi ende në fazën ku hetimi është regjistruar vetëm mbi veprat penale, që ne i përmendëm pak më parë, dhe nuk është regjistruar ende në emër të personave konkret, megjithatë Prokuria e Fierit i ka të identifikuar disa persona, tani i takon Prokurisë së Posaçme që të shkojë. Prokuroria e Fierit? Ato që ne kemi diskutuar deri tani, po them për ish administratorin, disa zyrtarë tjerë të kompanisë Bankers, por Prokuria e Fierit ka qëndruar vetëm në nivelin e kompanisë. Tani i takon Prokurisë së Posaçme që të shkojë përtej, të shkojë tek zyrtarët e lartë, tek biznesmenët të cilët kanë ndihmuar Bankersin të justifikoj ato fatura që në këndvështrimin e Prokurisë Fierit, por edhe në leximin që ne kemi bërë vendimit, janë fatura fiktive, vetëm janë shpërndar para dhe nuk dihet se ku kanë shkuar. Tani i takon Prokurisë së Posaçme të vërtetoj nëse këto para kanë shkuar në xhepat e zyrtarëve të lartë të këtij vendi, të cilët dyshohet që mund të kenë ndihmuar kompaninë Bankers për gjithë skemën që ajo ka kryer në Patos Marinës për gati 20 vite, pasi kaq është që nga koha e miratimit të kësaj kontrate në vitin ndoshta 2004-2005, po kam përshtypjen që ka qenë viti 2004. Kështu që ajo që më bën përshtypje në gjithë akuzat që ka rënditur Prokuria e Posaçme është organizata kriminale, çka do të thotë që organizimi është në një formë të posaçme dhe në një farë mënyrë ka të përcaktuar rolet e disa personazheve në këtë aferë, por që i duhet akoma më shumë punë për t'i vërtetuar dhe për të shkuar në masa konkrete, masa sigurie.